ditën e xhuma, a falet dhe namazi i drekës apo vetëm namazi i xhumas? Ditën e xhuma falet vetëm namazi i xhumas. Argumenti nga Kurani, thot Zoti në Kur'an, në surën El-Xhumua, thot Zoti: o ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e xhuma, nxitoni në vendet ku përmendet Allahu. Kjo është më e mira për ju si kur ju ta dinit, e kur të kryet falja e xhumas, shpërndahuni në tokë. Nuk tha Zoti kur të kryet falja e xhumas, falni drekën mrapa. 1. E dyta, pejgamberi sa ka thënë, 5 vakte në ditë Allahu ja ka bërë obligim njeriut në një ditë natë. Atëherë sabahu 1, xhumaja 2, ikindia 3, akshami 4, yatsia 5. Nëse do të fusim dhe drekën mas xhumas, sabahu 1, xhumaja 2, dreka 3, ikindia 4, akshami 5, yatsia 6, pra bie ndesh me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ka mendim faktikisht në mëdhëbet islame që e thot këtë gjë? Ka mendim. Ka një mendim, po është mendim i pa argumentuar. Nuk ka argument. I vetmi argument i këtij mendimi është fakti që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam falej vetëm një xhuma. Në Medinë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam falej vetëm një xhuma. Kan thonë, përderisa në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam falej vetëm një xhuma, do me thënë se vetëm një xhuma pranohet tek Zoti. E përderisa ne nuk e dim se cila xhuma e cilës xhami pranohet te Zoti, atëherë i falim dhe i drek mrapa me qenë mrena. Ka i farë logjike, po është shumë e dobët.